Po dëgjoni podcastin Miqësisht e Lida. Përshëndetje miq, prap nga makina. Prap tema që kemi është për financat, por këtë radhë e parë në kuadrin e të punuarit në familje, të punuarit me familjar në biznes dhe financat. Ajo gjë që unë shpesh herë hasem është pikërisht kjo pyetja, kur janë çift dhe secili prej tyre zakonisht qëllon që janë takuar në grupet tona, kur kanë punuar në grup janë njohur me njëri tjetrin dhe ka shumë çifte të lumtura që kanë bërë dhe fëmijë, dhe vjen kohë që shohin që secili prej tyre ka pasur një ekspertizë të veçantë, e cila në vite është zhvilluar dhe secili prej tyre ka bërë një, do ta quaj, një kompani ose janë shumë të mirë si të vetë punësuar dhe vjen momenti a mund të punojmë bashkë. Dhe një nga gjërat që unë ndaj me ta gjithkohën është që kur vjen puna tek puna bashk apo tek financat, sepse aty harim në fund të ditës se objektivi financiar që ne kemi vënë, që ta bëjmë që kjo punë të na bëjë të kemi një jetë më të mirë, duke punuar më mençurisht. Pyetja që bëhet gjithmonë, siç thash, është a mund të punohet me njëri të familjes? A mund të punojmë bashk? Përgjigjja që unë them gjithmonë, dhe kjo është nga përvoja e punës me shumë familje të mëdha tek ne, të cilat e kanë nisur biznesin si familjar, dhe pastaj në një moment saktuar kanë parë që nuk hesin dot më tutje nëse nuk ndërhyhej. Dhe unë mund të kem qenë një person që kam ndërhyr, ndofta me shumë të tjerë. Kam ndërhyr për të vënë gjërat tek vendi, sidomos në nivelin e shareholders, në të aksionerëve, por dhe në nivelin e CEO-ve dhe të stafit të lartë. Pra, mësimet që unë them nga praktika dhe nga praktika jonë e shqiptarëve që janë jo vetëm këtu, po kudo në botë. Kam idenë kudo ne kemi të njëjtën qasje sa i takon të punuarit me familjarët. Janë dy gjëra që duhen ndarë nga njëra tjetra, është punosh me familjarët dhe dyta të kesh një kulturë familjare. Të kesh një kulturë familjare, të sillesh kulturën e familjes në punë, do të thotë që siç ndodh në familje, shpesh herë ne qëllon që në familje të kemi dikë i cili nuk i ka të dhënat si dikush tjetër, dhe njëri është më i hedhur, tjetri është më i tërhequr, njëri punon shumë, tjetri punon pak, por kur vjen puna që ulemi në tavolinë, të gjitha njësoj. Nuk mund t'i thuaj dikujt që ti more not të ulët dhe unë të dua më pak. Unë do të t'jap ty sa ha, unë do harxhe ti, të njëjtën pjak do kemi, të njëjtat trajtime do kemi. Për sa kohë kjo është vetëm në rrethin familjar, vetëm në shtëpi, është okay. Po nëse kjo kulturë vjen në vendin e punës, kjo është totalisht e gabuar dhe kjo është një nga vrastaret më të mëdha të atyre që unë i quaj perandorit që janë ndërtuar në vitet 90. Të atyre prindërve që kanë dalë dhe disa prej tyre kanë marrë rreziqe shumë të mëdha për të ndërtuar ato perandori ekonomike që sot në fakt në tregun e punës krijojnë me mira vende pune dhe duhen trajtuar me shumë respekt. Dhe duhen trajtuar dhe si pasuri kombëtare, dhe në këtë kuadër unë jam duke ndarë këtë mësim. Kur ti sjell në tregun e punës, ti sjell këtë kulturën e familjes, që do me thënë ati jemi motra, vllai, nëna, babai, dhe është okay nëse dikush nuk e ka bërë detyrën, edhe ai person do duhet të paguhet si gjithë të tjerët. Kjo është totalisht e gabuar. Kjo është të sjellësh drama të familjes, të sjellësh në tregun e punës ku baza duhet të jetë meritokracia. Kur ti bën punën do paguhesh, për aq sa ti bën punën, për aq do të paguhesh. A ndodh kjo që shpesh herë a sjell kjo përplasje? Unë besoj që ca përplasje janë më mirë të bëhen shpejt se sa të bëhen vonë. Kur është shpejt? Shpejt është kur akoma nuk keni sjell edhe brezin tjetër të nuseve, të dhëndurve që vinë dhe futen dhe pastaj e mendojnë që është e drejta e tyre që vetëm pse kanë lidhje me djalin, me vajzën e këtyre pronarëve, ato të kenë të drejtën të futin dorën në xhepin e kompanisë, në sirtarët e kompanisë, në financat e kompanisë. Çfarë jam duke thënë miq? Kultura familjare duhet të jetë që ne duhet të ndihmojmë këdo. Që do të thotë në familje patjetër ndihmoj. Patjetër, secili është i barabartë në dashuri, dashuria është pa kushte. Kur vjen në tregun e punës, ajo që do të bërë shumë qartë është ndarja e detyrave dhe kompensimi në bazë të meritokracisë. Çfarë ndodh kur dikush në një familje ka idenë primare të një biznesi dhe është që e ka ndërtuar këtë biznes? A i bën kjo automatikisht personat e afërt të tij që të jenë bashkëpronar? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Ajo që ne duhet të kuptojmë që është shumë e rëndësishme është lënia e këtyre dramave jashtë, duhet thënë
cili është personi që ka regjistruar këtë kompani, cili është ai person që në fund të ditës ka dhënë shpirtin për këtë kompani, dhe cili është ai person që në fund të ditës ka ftuar njerëzit e afërt duke u dhënë detyrë edhe kur ata kanë qenë totalisht pa kualifikuar. Edhe kur ata kanë mësuar në biznesin që ky ka ngritur. Nëse përgjigjet kush është ky është i njëjti person, ky është pronari. Dhe ky pronar duhet një orë më parë që t'i bëj gjëra të shkruara, t'i bëj këto gjëra që t'jenë të konsoliduara. Dhe prandaj nëse do të ktheheshim tek pyetja, a mund të punohet bashkë? Patjetër mund të punohet bashkë. Por i vetmi kusht që unë do doja që njerëzit ta mbajnë në mendje është kopsiten gjërat duke u shkruar, kopsiten duke u mbështetur që në tregun e punës vemi për të prodhuar të mira materiale, të cilat bëhen kur ne kemi një strukturë shumë të qartë pune, kur secili di çfarë do bëj dhe kur maten këto gjërat. Çdo gjë e matur sjell rezultat. Çdo gjë e pa matur nuk sjell rezultat. Nëse ti në tregun e punës, brenda një kompanie, do sjellësh kulturën familjare, kultura familjare matet me çfarë? Me dashuri pa kushte. Në tregun e punës ti nuk bën dot këtë gjë. Në tregun e punës ka disa parametra, ka disa performance indicators, ca tregues të performancës tënde, të cilat në fund të ditës ose sjellin rezultat ose vrasin rezultat. E thënë shkurt, a mund të punohet bashkë? Patjetër mund të punohet bashkë. A e këshillojnë të punohet bashkë? Po. Unë mendoj është gjëja më e mirë që mund të bësh të punosh me njerëzit e tu dhe me njerëz të cilët janë nga ana profesionale, janë të aftë dhe janë nga ana profesionale të hapur të mësojnë, edhe nëse nuk dinë. E cili është kushti? Secili të di çfarë do të bëjë, të di vendin e vet, dhe ti mbajt atij vendi të vet pa përzier drama ose dashuri brenda. Okej, miq. Duke uruar të kem dhënë dikujt një indicje që kur ka filluar një biznes, kur po bën një biznes, të jetë i kujdesshëm që këtë gjë ta sigurojë për jetën e vet, për familjen e vet, por dhe për të ruajtur ato që janë të shtrenjta, që janë lidhjet familjare. Duke uruar gjithë bekimet e Perëndis, miqësisht Elida. Nëse ke arritur deri në fund të videos, kjo do të thotë që ti je një ndjekës i rregullt dhe ke interes në gjërat që ne bëjmë. Nëse është ky rasti, ju lutem më kontaktoni. Ne mund të futemi shumë mirë në një nga programet e mia dhe të marrim të shikojmë çfarë është gjëja që të bën më shumë mirë ty në momentin që ti je në kryqëzimin e karrierës ku ti je, në ecjen që ti ke bërë. Dhe jam e bindur që ti mund t'i bashkohesh një armatë të madhe njerëzish të suksesshëm me të cilët ne punojmë. Prej të cilëve ne në mënyrë të vazhdueshme secili nga ne mëson, por jo vetëm kaq. Krijojmë një network, krijojmë një rrjetëzim që është i jashtëzakonshëm. Kur kanë të njëjtën ide që ndahet, që është të qenit me mendje të hapur, të qenit i gatshëm të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të qenit vazhdimisht në tregun e punës për të dhënë më të mirën tonë. Nëse është kjo që të ka sjell tek podcasti im, të lutem më shkruaj. Të lutem, është shumë e kollajt me gjesh, ndoshta në Facebook me Lida Motro, ndoshta në Instagram që është Amy Coaching and Consulting e Nikolaj Fare, ose edhe në YouTube. Mundësitë e lidhjes janë të jashtëzakonshme. Mundësitë nga të cilat ju do përfitoni nga kjo lidhje nuk ka të bëjnë me mua, ka të bëjnë me gjithë rrjetin e njerëzve me të cilët do të bashkëpunojmë. Uroj t'ju shoh nga brenda programeve të MCC. Ju uroj gjithë bekimet e Perëndis. Miqësisht Elida.